Meditime nga Mark Aurelius, libri I parë. Nga gjyshi, Verus, kam trashëguar fisnikërinë e karakterit dhe vetë kontrollin. Nga çfarë kam dëgjuar për timat dhe me sa e kujtoj, modestin dhe burrërin. Nëna më mëkoi me ndjenjën e fetarisë dhe bujarisë. Prej saj mësova që jo vetëm të mos bëj keq, por as të mos mendoj keq dhe t'jetoj thjesht, larg prej zakoneve të pasurve. Falës tërgjyshit, nuk ndoqa shkollat publike, por pata mësues të mirë privat në shtëpi dhe prej tij mësova se për këto gjëra nuk duhet të kursehesh. Tutori im I parë më mësoi që të mos mbështes njërën palë apo tjetrën në garat e koçive, asnjërin gladiator apo tjetrin në ndeshjet e arenës. Prej tij mësova gjithashtu që të mos I trembem vështirësive, të jem pa kërkesa, të bëj punën time, të mos ngatërohem në punët e të tjerëve dhe të mos ju vë veshin shpifjeve. Nga Diognetus mësova të mos humbas kohë me gjepura, të mos I besoj fjalëve të magjistarëve dhe sharlatanëve për magjit, dëbimin e demonëve dhe gjëra të tilla. Të mos rris shkurta për ndeshje dhe të mos jepem pas dalldive të tilla, të mos fryhem nga fjalët e thëna troç. Fal tij, nisa të merrem me filozofi, fillimisht duke dëgjuar Bakius, më pas Tandasin dhe Marciun, dhe shkrova dialog në rimi, e zgjodha një stil të thjesht jetese, shtrat kampi e gëzof të paregjur dhe gjërat e tjera që I përkasin disiplinës greke. Nga Rusticus, kuptova se duhet të përmirësoja dhe të disiplinoja karakterin tim. Mësova që të mos bie pre e pasionit tim për retorikën, të mos shkruaj mbi çështje abstrakte, të mos bëj predikime pompoze dhe të mos kapardisem si kampion I moralit apo hero I altruizmit. Ai më mësoi gjithashtu që të shmang marifetet retorike, lajle lulet poetike dhe metaforat e stërholluara. Të mos endem në shtëpi I veshur me togë ose gjëra të tilla pa shije. Të shkruaj letrat me thjeshtësi, si letra që I dërgoi ai nënës time nga Sinuesa. Dhe t'jemi gatshëm për pajtim mes njerëzve që na kanë fyer me fjalë ose veprime, nëse ata duan të pajtohen. Të lexoj me kujdes dhe të mos mjaftohem me kuptimin e përgjithshëm të një libri, të mos gënjehem nga fjalamanët. Dhe fal tij gjithashtu, njoha ligjëratat e Epitektit, kur më dha një kopje nga biblioteka e vet. Apollonius më mësoi që të marr situatën në dorë, të mos I zvarris gjërat, të mos I lë asgjë rastit dhe që t'i drejtohem gjithmonë arsyes. Ai më mësoi gjithashtu që të mbetemi njëjti në çfarë do rrethanash. Para dhembjes së padurueshme, humbjes së një fëmie, sëmundjes kronike. Ai ishte prova e gjallë se një njeri mund të jetë edhe shumë I vendosur edhe elastik, pa e humbur durimin në dhënien e mësimeve, ndonse duke qartë që ai e konsideronte përvojën dhe aftësinë në mësimdhënie si më të voglën e dhuntive të tij. Dhe prej tij mësova si të pranoj favoret nga miqt pa humbur respektin ndaj vetes ose pa u hequr si indiferent. Sektusit I detyrohen për dashamirësinë. Prej tij mësova si të qeveris shtëpinë me autoritetin natyror, çfarë do të thotë jetosh sipas natyrës dhe seriozitetin pa pompozitet. Të tregoj një simpati spontane për miqt, të toleroj ignorantët dhe ata që formojnë opinione pa u menduar. Ai ishte I aftë për të qenë I shkueshëm me të gjithë, kështu që qëndrimi në shoqërinë e tij ishte komplimenti më I lartë dhe ata që gëzonin këtë privilegj kishin nderimin më të madh për të. Admiroja gjithashtu mënyrën e tij për të hetuar dhe analizuar në një mënyrë inteligjente dhe metodike parimet e nevojshme për të jetuar jetën. Prej tij mësova të mos shfaq zemërim apo të çfarëdo emocioni tjetër, të jemi të çliruar prej pasioneve dhe megjithatë plot dashuri, të lavdëroj pa fraza të fryera dhe të tregoj njohuritë e mia pa pompozitet. Nga Aleksander Gramatikani
mësova që të përmbahem e të mos korrigjoj vazhdimisht njerëzit sa herë përdorin ndonjë barbarizëm në të shprehur ose bëjnë ndonjë gabim gramatikor apo shqiptojnë keq ndonjë fjalë, por vetëm të them shprehjen e duhur në formën e përgjigjes apo të aprovimit, pa u imponuar ose duke kërkuar një diskutim më të gjerë të çështjes. Fronto më ndihmoi që të dalloj zilin, dyfytyrsinë dhe hipokrizin që prodhon pushteti dhe sa të pandjeshëm janë shpesh ata që tek ne quhen patric. Aleksander Platonisti më këshilloi që të mos ju them shpesh njerëzve me goja me shkrim se jam shumë i zënë, nëse nuk jam vërtet, dhe të mos i shmangem detyrimeve ndaj shoqërisë me pretekstin e punëve urgjente. Catullus më mësoi që të mos shpërfill mirësinë e një miku, edhe kur është pa arsye, por të përpiqem që të sqarohem me të flas mirë me gjithë zemër për mësuesit, si në rastin e Domitiusit dhe Athenodotus, dhe të dua fëmijët e mi me dashuri të sinqertë. Nga fëllai im, Severus, mësova që të dua familjen time, të vërtetën dhe drejtësinë. Falti njoha Thrasea, Halvidius, Cato, Dion, Brutus, dhe mora konceptin e një shoqërie me ligje të njëjtë për të gjithë, të bazuar tek barazia individuale dhe liria e fjalës, dhe të sunduesve që mbi gjithçka respektojnë lirinë e nënshtetasve të tyre. Prej tij, mësova gjithashtu që të jem konsekuent dhe i qëndrueshëm në vlerësimin e filozofisë, që të ndihmoj të tjerët dhe që të dhuroj me bujari, të jem optimist dhe të mos dyshoj kurrë tek dashuria e miqve. Dhe vëreja çiltërsinë e tij me ata që ngjallnin pa kënaqësi, të cilët asnjëherë nuk kishin pse të vrisnin mendjen për arsyet e pakënaqësisë së tij. Dhe miqve të tij kurrë nuk ju duhej që ta mençonin për ato që i pëlqenin apo nuk i pëlqenin atij. Ishte gjithnjë i qartë. Nga Maximus mësova të kontrolloj veten dhe të mos shpërqendrohem nga asgjë. Humorin e mirë në çfarëdo rrethane, sidomos gjatë sëmundjes. Një karakter ku hiri të zër po aq vend sa dinjiteti dhe bërjen e punës pa u qarë. Të gjithë ishin të sigurt se ai thoshte atë që mendonte. Asgjë nuk e befasonte, asgjë nuk e trembte. Ai nuk binte kurrë prehen gutit apo ngurimit, dëshpërimit apo shtjërsisë, zemërimit apo dyshimit. Aq i gjindshëm, aq zemër madh dhe aq i ndershëm ishte sa të jepte përshtypjen e një njeriu me virtyte të lindur dhe jo të fituar. Ishte e pa imagjinueshme që ndokujt i dukej se qëndronte më poshtë apo më lart se ai. Kishte gjithashtu një humor dashamirës. Cilësi që admiroja tek babai që më adoptoi ishin butësia e tij, qëndrueshmëria e palëkundur për vendimet e marra pas reflektimit të duhur, shpërfillja për të ashtu quajturit ndere, zelli dhe këmbëngulja, gatishmëria për të dëgjuar çdo propozim për të mirën e përgjithshme, vendosmëria për t'i dhënë secilit hakun, përvoja për të kuptuar se kur duhet shtrënguar dhe kur duhet liruar litari, dhe aftësia për t'i dhënë fre pasionit për djemt. Respektin e tij për të tjerët, ai nuk i detyronte miqt për të darkuar me të apo për ta shoqëruar në udhëtime nëse nuk donin, dhe nuk zemërohej me ta kur për shkak të rrethanave nuk mundeshin. Në takimet e punës, ai kurrë nuk merrte përbazë për shtypjen e parë apo një përgjigje të mundshme pa ja nënshtruar një hetime dhe një analizë të hollësishme. Admiroja aftësinë e tij për të ruajtur miqt, për të mos u mërzitur me ta, ose për të mos u afruar më shumë me njërin apo me tjetrin. Vetbesimi i tij në çfarëdo situate dhe humori i mirë. Largpamësia e tij, parapërgatitja dhe kujdesi ndaj detajeve më të vogla pa bujë. Ka mësuar shumë nga kufiri që ju vinte ai brohoritjeve popullore dhe elozheve, devocioni i tij i pareshtur ndaj nevojave të perandorisë dhe administrimi me zgjuarsi i pasurive të saj, dhe gatishmëria e tij për të marrë përgjegjësinë dhe fajin për të dyja. Qëndrimi i tij ndaj zotave pa bestytni dhe ndaj njerëzve pa demagogji, pa kënaqur orekse të ndryshme dhe pa i bërë qejfin turmës.
Gjithnjë i kthjellët, gjithnjë i qëndrueshëm, kur vulgar apo preje tendencave kalimtare. Më bënte përshtypje qëndrimi i tij ndaj kënaqësive materiale që fati ja kishte ofruar me bollëk, pa pompozitet dhe pa apologji. I shijonte natyrshëm kur i kishte dhe nuk u andjente mungesën kur nuk i kishte. Askush nuk mund të thoshte për të se ishte sofist, i pa fytyrë apo pedant. Njerëzit e shihnin për atë që ishte, një burr i rrahur nga jeta, i realizuar, shurdh ndaj lajkave, i aftë për të qeverisur veten dhe të tjerët. Përveç këtyre, ai kishte një nderim të lartë për gjithë filozofët e vërtet, ndërsa të tjerët ndonë se nuk i denigronte, nuk u avinte veshin. Ka mësuar nga aftësia për të qenë i shpenguar me njerëzit dhe për t'i bërë ata që të ndjeshin rehat pa u imponuar. Kujdesi i tij në masën e duhur për trupin, jo me ankthim për t'i zgjatur ekzistencën apo për të zbukuruar pamjen, por as duke i shpërfillur këto. Për rrjedhoj, ai rrallë kishte nevojë për mjekët, ilaçet apo ndonjë balsam apo madh. Por në veçanti ka mësuar nga gatishmëria e tij për t'u dhënë hapësirë njerëzve me dhunti të veçanta, në oratori, njohjet ligjit të etikës dhe çfarëdo fushë tjetër, dhe ai i mbështeste ata me forcë në mënyrë që secili të përmbushte potencialin e tij. Gjithashtu respekti i tij për traditën pa u mburrur si mbrojtës i vlerave tradicionale. Njëkohësisht, atij nuk i pëlqente dash ndryshimi, por kishte një parapëlqim të rrënjosur për të njëjtët vende dhe të njëjtët aktivitete. Dhe pas dhimbjeve të tmerrshme të kokës, ai i kthehej menjëherë punëve të zakonshme, i freskët dhe në formë të plotë. Sekreti kishte pak, vetëm shtetërore. Ai tregonte kujdes dhe mas në menaxhimin e spektakleve publike, në projektet e ndërtimit, shpërndarjen e parave dhe kështu me radhë, sepse ai vlerësonte çfarë duhej realizuar, jo popularitetin që mund të fitohej prej tyre. Ai nuk bënte banjë në çfarëdo ore, nuk kishte maninë e ndërtimit, nuk mendonte dhe aq për ushqimin që hante, as për stofin dhe ngjyrën e rrobave që vishte ose për bukurinë e skllëvurve të tij. Veshjet i vinin nga vila e tij në Lorium dhe Lanuvium, plotësonte pothuajse gjitha nevojat e tij. Mënyra si pranoi ndjesën e mbledhësit të taksave në Tosculum tregon për natyrën e tij. Ai kur nuk shfaqte ashpërsi, arrogancë apo dhunë, kur nuk rrëmbej deri në atë pikë sa, siç i thonë, të shkumëzonte, por gjithçka shqyrtohej prej tij ngadale me kujdes, peshohej me ngel, qetësi, rregullsi, vendosmëri, pa lënë asnjë bisht. Për të mund të thuhet, siç thuhet për Sokratin, se e dinte të shijonte dhe të linte ato gjëra të cilat shumica e njerëzve kanë të vështirë që t'i lënë dhe nuk i shijonte dot pa e tepruar. Forca për të qenë i përkohur në rastin e parë dhe për të qenë i fortë në të dytin, tregon për një njeri me një shpirt të përsosur dhe të pathyeshëm, siç u pa kur u sëmur Maximus. Zotave ju detyrohem që pata gjyshtur të mirë, prindër të mirë, një motër të mirë, mësues të mirë, shërbyes të mirë, të afërm dhe shok të mirë, pothuajse pa përjashtim, dhe që kur nuk kreva ndonjë faj ndaj tyre, pavarësisht një temperamenti që po t'ishte paraqitur rasti mund të më kishte njollosur, por fal zotave nuk u gjenda kur në ato rrethana që do të më vinin në provë. Ju jam mirënjohë zotave që nuk u mbajta shumë nga kunkubina e gjyshit gjatë rritjes dhe nuk e humba virgjërinë shumë herët, por prita kohën e duhur për të treguar burrërinë, madje shtyva pak. Falenderoj Zotat gjithashtu që pata dikë, si baba dhe sovran, i cili arriti të ma ulte hundën dhe më bëri të kuptoj se edhe në obor mund t'jetosh pa truproja, veshjet shkëlqyera, shandan, skulptura dhe saltanetet të tilla. Dhe që mund të sillesh pothuaj si një njeri i zakonshëm, pa humbur prestigjin dhe autoritetin që kërkohen nga një drejtues për të kryer si duhet detyrat shtetërore. Zotat më dha një vëlla të atill, karakteri të cilit më detyroi që të përmirësoj timin, dashuria dhe mirësia e të cilit më zbukuruan jetën. Falenderoj Zotat që fëmijët e mi nuk lindën me probleme fizike apo mendore.
Bekoj zota që nuk isha më i talentuar në retorik, poezi dhe studimet e tjera, në të cilat mund të isha kredhur kokë e këmbë, po të ndjeja se përparoja me lehtësi. Që ju akordova pa mënuar mësuesve të mi nderet që dukej se aspironin, pa e shtyrë me pretekstin se do e bëja më vonë me që ata ishin ende të rinj. Jam mirënjohës gjithashtu që njoha Apollinius, Rusticus dhe Maximus, që mu tregua herët dhe shpesh kuptimi i vërtet i tjetuarit si pas natyrës. Zotat bën gjithçka përmes bekimeve, ndihmës dhe frymëzimit të tyre, që asgjë të mos më pengonte për tjetuar në përputhje me natyrën, dhe nëse her pas here kam devijuar nga kjo rrugë, faji është vetëm i imi, se nuk i vura veshin shenjave nga ata lart ose udhëzimeve të tyre të drejtë për drejta. Ju jam mirënjohës zotave për faktin që trupi im ka rezistuar kaq gjatë në një jetë si kjo e imja, që nuk preka kur Benediktën apo Theodotusin, dhe edhe më vonë, kur më rëmbenin pasionet kalimtare, nuk më vinin kur për fund. Dhe që ndonë se shpesh grindesha me Rusticus, nuk bëra kur diçka për të cilën të pendohesha më vonë, që nëna ime ndonë se vdishe re, i kaloi vitet e fundit me mua. Falenderoj Zotat që sa herë doja të ndihmoja ndonjë në nevojë, kur nuk më tha që më mungonin fondet dhe që kur nuk u gjenda në pozitën që më duhet i drejtohesha një tjetri për ndihmë. Ju jam mirënjohës zotave për gruan që kam, aq të bindur, aq të dashur dhe aq të thjesht, dhe që fëmijët e mi patën plot mësues të aftë. Dhe që ilaçet mu treguan përmes ëndrave, kur pështyja gjak dhe kur kisha marramendje për shembull, dhe në cajeta. Dhe në fund, që kur nisa të interesohen për filozofin, nuk rash në duart e sharlatanëve, nuk u zhyta në studimin e teksteve dhe silogjizmave, apo ta zia kohën me fenomenet fizike. Për gjithë këto gjëra të mira, njeriut i duhet ndihma e zotave dhe fatit. Libri i dytë, në lumin gran mes kuadëve. Nise çdo ditë duke i thënë vetes: sot do kem të bëj me ngatrestar, mos mirënjohës, arrogant, të pandershëm, ziliqar dhe vramuz. Ata janë të atill se nuk arrin të dallojnë të mirën nga e keqja, por unë e di që e mira është e bukur nga natyra dhe e keqja është e shëmtuar. E kam vërejtur natyrën e atyre që bëjnë keq dhe kam kuptuar se jemi vëllezër, jo si të një gjaku apo të një fare, por si pjesë të së njëjtës inteligjencë dhe të njëjtit parim hynor. Kështu që asnjë prej tyre nuk mund të më lëndoj, askush nuk mund të më ngatrojë në gjëra të ulta, dhe unë nuk mund të zemëroj me vëllezërit e mi apo t'i urrej ata, sepse ne kemi ardhur në jetë për të punuar së bashku, si këmbët, duart dhe syt, si dhëmbët e sipërm dhe dhëmbët e poshtëm. Prandaj, është kundër natyrës që të pengojmë njëri tjetrin, por ne bëhemi pengesë duke treguar mëri dhe duke i kthyer kurrizin njëri tjetrit. Çfarë jam? Një mas mishje kockash, pak frym dhe inteligjenca, që sundon bi të gjitha. Hidhi te i librat, mos u marros më pas tyre. Kjo nuk të lejohet, por si një njeri që po i afrohet vdekja për buzë trupin, është veç një lëmsh, gjakua e kockash, një rrjet nervash, venash dhe arterjesh. Po fryma? Thjesht ajër dhe kur i njëjti, nxirret dhe thithet çast pas çasti. Në fund, inteligjenca, Zoti, te kjo duhet të përqendrohesh. Mendoje kështu: tani që je plak, mos e lejo më mendjen që të luaj rolin e sklavit dhe të komandohet si marionet nga impulset egoiste. Mos e lejo më që të shfryj kundër fatit dhe të tashmes dhe t'i trembet të ardhmes. Çka është hynore, përshkohet tej nga provania. Edhe trillet e fatit nuk janë të ndarë nga natyra apo nga ndërthurja e gjërave që janë në kontrollin e provanisë. Gjithçka vjen nga Zotat që përcaktojnë çfarë nevojitet për të mirën e gjithë universit, pjesë të cilit je edhe ti. Çka është mirë për çdo pjesë të natyrës, është çfarëdo që tërësia e natyrës ofron
dhe çfarëdo që kontribuon për ta mbajtur atë. Universi mbahet përmes ndryshimit të elementave dhe të gjërave që përbëhen prej tij. Kaq duhet të mjaftoj për të qetësuar. Shikoje këtë si aksiom, por mos bjerë prej e etjes për librat, që të mos vdesësh duke murmuruar, por gjithëhir, çiltërsisht dhe me zemër plot mirënjohje për Zotat. Kujto se i ke zvarritur gjërat, sa herë të është dhënë rasti nga Zotat dhe nuk e ke shfrytzuar. Vjen një ditë që duhet të kuptosh natyrën e universit të cilit i përket dhe çfarë fuqie e kontrollon, të cilës i detyrohesh për ekzistencën dhe për të kuptuar se ka një kufi për kohën që të është saktuar, të cilën po nuk e përdore për të davaritur rreth e shpirtit, do të ikë për të mos u kthyer kurrë më. I vendosur çast pas çasti, si romak dhe si burr, për të bërë atë që ke në duar me përpikëri dhe dinjitet të natyrshëm, me njerëzit, gatishmëri dhe drejtësi, duke u çliruar nga gjithë mendimet e tjera. Edhe kësaj mund t'ja arrish nëse kryen çdo veprim, sikur t'ishte i fundit në jetë, duke u çliruar prej kotësive, emocioneve që bien ndesh me arsyen, prej hipokrizisë, egoizmit dhe qarjeve për fatin që të ka rënë. E shikon sa pak gjëra i duhet njeriut për të bërë një jetë të qetë dhe të perëndishme. Nëse ja arrin kësaj, edhe Zotat nuk do të kërkojnë më shumë. Gandoje veten, shpirtim, por nuk do e kesh më mundësinë për t'u nderuar. Njeriut një jetë i jepet, jotja është afër fundit, dhe në vend që ta trajtosh veten me respekt, ti ja ke nënshtruar lumturinë tënde opinionit që kanë të tjerët për ty. Të hutojnë gjërat e jashtme. Atëherë gjej kohë për të mësuar diçka me vlerë dhe për të shtruar mendjen që vërtitet sa ndej këtej. Por ruaju edhe nga marrëzia e atyre që merren me aq shumë punë sa kapiten pas një qëllim ku të drejtojnë veprimet ose edhe mendimet e tyre. Vështirë që njeriu të jetë i palumtur sepse shpërfill çka ndodh në mendjen e të tjerëve, por kush nuk kupton si funksionon mendja e vet, nuk mund të mos jetë i palumtur. Ki parasysh gjithnjë këto gjëra: natyrën e gjithësisë, natyrën e njeriut, lidhjen mes tyre. Njëra aq e madhe, tjetra aq e vogël, edhe që je pjesë e natyrës e askush nuk mund të të pengojë që të flasësh dhe të veprosh në harmoni me të, gjithmonë. Kur krahason mëkatet, siç bëjnë zakonisht njerëzit, Theophrastus, si një filozof i vërtet, thosë se ato që kryhen në shtysën e dëshirës janë më të rëndë se ato që kryhen prej zemrimit. Njeriu i zemruar duket se i kthen kurrizin e arsyes për shkak të dhimbjes dhe një ngërthimi të brendshëm, por njeriu i motivuar nga dëshira, i etur për kënaqësi, duket më egoist dhe më i paburr në mëkatet e tij. Prandaj është i drejtë dhe i saktë nga pikpamja filozofike mendimi i Theophrastus, sipas të cilit mëkatet që kryen prej kënaqësisë meritojnë një ndëshkim më të ashpër se ato që kryen prej dhimbjes. Në rastin e parë, njeriu humbet kontrollin dhe zemrohet për shkak të ndonjë padrejtësie, ndërsa në rastin tjetër, njeriu dëshiron vetë diçka që e di se është e gabuar me shpresën se do të marrë kënaqësi prej saj. Fol, vepro dhe mendo si një njeri që mund ta lërë jetën që tani. Nëse Zotat ekzistojnë, të ikësh prej të gjallëve s'është as pak e frikshme, sepse Zotat nuk do të lejonin kurrë që të bie në duart e të keqes. Dhe nëse nuk ka Zota, ose ata nuk duan t'ia dinë për njerëzit, pse t'jetosh në një botë atëherë pa perëndi dhe pa kujdesin e drejtimin e tyre? Por në të vërtetë Zotat ekzistojnë dhe ata interesohen vërtet për njerëzit. Ata i kanë dhënë njerëzve gjithë çfarë ju duhet për të shmangur të keqen reale. Nëse do të kishte ndonjë të keqe në atë që na pret për te i vdekjes, ata do të na kishin dhënë aftësinë për ta shmangur edhe atë. Plus nëse diçka nuk dëmton vetë njeriun, si mund të dëmtoj jetën e tij? Natyra nuk mund të ishte kurrë aq e paditur, sa të mos dallonte dot një rrezik të tillë. Ose, nëse do e dallonte, nuk mund të ishte kurrë aq e pafuqishme,
sa për ta parandaluar apo korrigjuar. Dhe as nuk do të kishte gabuar aq rënd për shkak të mungesës së fuqisë apo aftësisë sa të lejonte që të mirat dhe të këqijat të binin pa dallim mbi njerëzit e mirë dhe të këqij në të njëjtën mas. Por e vërteta është kjo: meqense jeta dhe vdekja, lavdia dhe turpi, dhimbja e kënaqësia, pasuria dhe varfëria, të gjitha këto ju ndodhin në të njëjtën mas si njerëzve të mirë, ashtu edhe njerëzve të këqij, pa i lartësuar apo pa i degraduar ata, atëherë këto nuk mund të jenë as të mira dhe as të këqija. Sa shpejt zhduket gjithçka, objektet në botë dhe kujtimi i tyre me kalimin e kohës. E tillë është natyra e gjërave që përjetojnë shqisat tona, sidomos ato që na joshin me kënaqësinë ose na tmerrojnë me dhimbjen apo na fryjnë me krenari dhe pompozitet. Se sa të pavlera, të neveritshme, të ndyra, sa kalimtare dhe të vdekura që janë këto gjëra, i takon fuqisë sonë intelektuale që ta kuptoj. Duhet dalluar gjithashtu vlera e vërtetë e njerëzve, zëri dhe opinioni të cilëve përcaktojnë famën dhe çfarë është vdekja, dhe faktin që nëse shohim vdekjen në vetvete dhe përmes analizës logjike zbërthejmë idetë tona imagjinare për të, kuptojmë se s'është asgjë më shumë se një proces i natyrës. Edhe nëse dikush trembet nga një proces natyror, ka mbetur ende fëmijë. Në fakt, vdekja nuk është vetëm një proces i natyrës, por diçka esenciale për të mirën e saj. Vëzhgosi e prek njeriu hynin, me cilën pjesë të qenies së tij realizohet ky kontakt dhe çfarë ndodh me atë pjesë më pas. S'ka më të mirë se njeriu që vjen si kali në lëmë dhe, siç thot poeti, rrëmon në thellësi, në përpjekje për të zhbiruar çfarë mendojnë të tjerët, pa kuptuar se mjafton të jesh i vëmendshëm ndaj fuqisë brenda teje dhe t'i shërbesh asaj me një devocion të palëkundur. Dhe shërbimi nënkupton që ta ruash të pastër prej pasionit, kotësisë dhe mërisë për çdo gjë që vjen nga zotat apo njerëzit. Çka është hyjnore meriton nderimin ton se është e shkëlqyer. Çka është njerëzore meriton dashurinë ton sepse është bërë nga vëllezërit tan. Dhe me raste edhe keqardhjen ton për shkak të paaftësisë së tyre për të dalluar të mirën nga e keqja. Një verbëri po aq e rëndë sa pamundësia për të dalluar të bardhën nga e zeza. Edhe nëse do të jetoje 3000 vjet ose 10 herë më shumë se aq, mos harro se nuk mund të humbasësh një jetë tjetër përveç asaj që po jeton, ose të jetosh një jetë tjetër përveç asaj që po humbet. Jeton gjatë apo shkurt është e njëjta gjë, sepse çasti që kalon zgjat njësoj për të gjithë dhe ai çast është gjithë çfarë kemi. Duhet jetë e qartë se vetëm atë çast fluturak humbasim. Njeriu nuk mund të humbas të shkuarën apo të ardhmen. Si mund të humbas diçka që nuk është e tij? Prandaj duhet të kemi parasysh dy të vërteta. E para, se gjithçka që nga fillimi përsërit veten pafundësisht dhe nuk ka asnjë rëndësi nëse sheh të njëjtë shfaqje për 100 vjet, 200 apo për gjithmonë. E dyta, që kush vdes i ri nuk humbet asnjë grim më shumë se kush vdes plak, sepse njeriu mund të privohet vetëm nga e tashmja, me që ajo është gjithë çfarë kemi, dhe askush nuk mund të humbas atë që nuk është e tija. Gjithçka është çfarë mendojmë për të. Kjo shprehje që i atribuohet Monimus Cinikut nuk mund të merret kallëp, por ka vlerën e saj për aq sa qëndron. Pra, gjithçka është çfarë mendojmë për të. Shpirti i njeriut e zvetnon veten në disa mënyra. Mbi të gjitha, kur bën çmos për të shndëruar në një lloj tumori, në mish të huaj kundrejt universit. Të shfrysh kundër çdo gjëje që ndodh është një rebelim kundër natyrës, e cila përfshin natyrën e gjithë gjërave. Së dyti, kur i kthen kurrizin një njeriu tjetër ose kërkon që t'i bësh shkeq, siç bën njerëzit kur i natosen. Së treti, kur jepet para kënaqësisë apo dhimbjes. Së katërti, kur vën një maskë dhe shtiret me fjalë apo me vepra. Së pesti, kur lejon që veprimet dhe përpjekjet të jenë kuturu dhe humbet energjit më kot pa u menduar,
se edhe gjërat më të vogla duhen bërë me një qëllim në mendje. Por qëllimi i qenies racionale është që të ndjekim parimet dhe normat e më të hershmit ndër komunitete dhe shtete. Çfarë është njeriu? Jeta e tij veç një moment, qenia e tij një fluks i pareshtur, trupi i tij ushqim për krimbat, shpirti i tij një vorbull, fati i tij i errët dhe fama e tij e pasigurt. Shkurt, çka i përket trupit është një lum, çka i përket shpirtit, ëndra dhe tymnaj. Jeta është luftë dhe një qëndrim në vetë të huaj, dhe emrin e njeriut e pret harresa. Atëherë, çfarë mund të na drejtojë në rrugtimin e jetës? Filozofia, dhe vetëm filozofia. Ajo ruan të pastërt dhe të paprekur shpirtin hyjnor brenda teje, që ai të mund të ngrihet mbi gjithë kënaqësitë dhe dhimbjet, që të mos bëj asgjë kuturu ose pandershmërisht apo për të dukur, pavarësisht çka bën apo nuk bën ndonjë tjetër, të pranoj çfarëdo që ndodh si të ardhur nga i njëjti burim që vijnë edhe njerëzit. Dhe mbi të gjitha, ta pres vdekjen me buzën në gaz, si asgjë më shumë se shpërbërjen e elementeve prej të cilave përbëhen të gjitha gjallësat. Nëse elementet nuk pësojnë gjë prej ndryshimit dhe transformimit të pareshtur, pse duhet i trembemi ndryshimit dhe shpërbërjes së elementeve tona trupore? Kjo është natyrale, dhe asgjë natyrale nuk është e keqe. Libri i tretë, shkruar në Carmuntum. Nuk mjafton të shohësh se sa më shumë ditë që kalojnë, aq më pak na mbeten për të jetuar. Por edhe që nëse jetojmë më gjatë, s'është as pak e sigurt që mendja jonë do të mbetet e aftë për kuptimin e botës dhe për reflektimin që synon njohja njerëzore dhe atë hyjnore. Nëse mendja fillon të na lërë, ne sërish do të vazhdojmë të marrim frymë, të hamë, të imagjinojmë, të dëshirojmë e kështu me radhë. Por për të qenë zoti vetvetes, për të kuptuar çfarë pritet prej nesh, për të analizuar çfarë shohim e dëgjojmë, për të kuptuar se kur është momenti për ta lënë me aq, për gjithë këto duhet një mendje e shëndetshme, sepse tërë këto shuhen në një fazë më të hershme. Prandaj duhet të nxitojmë, jo vetëm se çdo ditë na afron me vdekjen, por sepse fuqia jonë mendore mund të na lërë para se të na marrë vdekja. Duhet vënë re gjithashtu se efektet anësore të proceseve natyrore kanë sharmin dhe hirin e tyre. Kur piqet buka, për shembull, shfaqen të çara tek korja. Këto bien ndesh në një farë mënyre me idenë e bukpjekësit, por megjithatë janë të këndshme, në hapin oreksin pa e kuptuar pse. Apo si hapen fishte pjekur për shembull. Dhe ullinjt që janë gati për të rënë, afrimi i kalbjes ju jep një bukuri të veçantë. Po ashtu ka linj që përkulen në peshën e tyre, vetullat e rrudhura të një luani, jargët nga goja e derrit të egër dhe plot gjëra të tjera. Të gjitha këto, të paraveçmas, s'kan asgjë të bukur, por në kuadrin e përgjithshëm natyror, marrin hijeshi dhe na kënaqin syrin. Kështu, një njeri me ndjeshmëri dhe njohuri të thella për universin, vështirë që të gjejë diçka që nuk të kënaq, edhe çka duket si efekt anësor. Edhe nofullat e hapura të bishave në realitetin fizik do i duken po aq të bukura sa paraqitja e tyre nga piktorët dhe skulptorët. Ai do të mund të shohë qetësisht bukurinë e pleqërisë tek burrat dhe gratë dhe do të admirojë me një sy të dlir hiret joshse të rinisë. Dhe shumë gjëra të tjera si këto do e tërheqin, gjëra që vjen re vetëm nga ata që janë çiltërsisht të dashuruar me natyra. Pasi kuroi shumë sëmundje, Hipokrati u sëmur për vete dhe vdiq. Astrologët kaldean parashikuan vdekjen e shumë të tjerëve, por edhe atyre ju erdhi ora. Aleksandri, Pompei, Cezari rrafshuan aq shumë qytete, masakruan mijëra ushtar në betejë, por një ditë edhe ata ikën nga kjo jetë. Herakliti na thoshte shpesh se bota do të merrte fund nga zjarri, por ati veti erdhi fundi nga uji dhe vdiq i lyer me bajg. Demokriti e pësoi nga një parazit i zakonshëm,
ndërsa Sokrati nga një tjetër lloj paraziti. Atëherë, u nise me anije, udhëtove, arrite. Koha për të zbritur. Nëse të pret një jetë tjetër, edhe në atë anë nuk do të mungojnë zotat. Nëse të pret hiçi, nuk do t'jesh më në kthetrat e dhimbjes dhe kënaqësisë, i kapur pas karkasës toksore, trupit tënd, që qëndron shumë më poshtë ndaj Zotit të cilit i shërben. Sepse njëri është inteligjent dhe hynor, tjetri është pluhur dhe ple. Mos harxho kohën që të ka mbetur duke vrarë mendjen për të tjerët, nëse nuk ka të bëjë me të mirën e përbashkët. Sa gjëra me vlerë do të bëje në kohën e të shuar dëm, duke bluar se çfarë bën filani dhe pse, çfarë thot, çfarë mendon, çfarë kurdis e të tjera gjëra si këto, që të hutojnë dhe të largojnë vëmendjen nga mendja jote. Spastroji mendimet e tua nga gjithçka boshe dhe e kollët, dhe mbi të gjitha nga kurioziteti i sëmurë dhe ligësia. Duhet të bësh zakon që të mendosh vetëm për gjëra të atilla që nëse dikush të pyet çfarë po mendon, të mund t'i përgjigjesh ndershmërisht dhe pa ngurim se çfarë. Dhe nga përgjigjja jote do të duket qartë menjëherë që në thelb je i thjesht, i dashur dhe i denj për një qenie sociale, që nuk e ka mendjen të qejfve dhe kënaqësitë sensuale, i paprekur nga xhelozia, azilia, dyshimi, ose çfarëdo mendimi tjetër që do të paskuqte faqen, po ta pranoje. Një njeri i tillë që nuk i shtyn përpjekjet për t'ju bashkuar më të mirëve, është një lloj prifti dhe shërbëtori i zotave, në kontakt me fuqinë që është brenda tij, ato që e ruan në të panjollosur nga kënaqësitë, të pacënueshme nga dhimbjet, të paprekshme nga arroganca, likësia, atë që e bën një kampion në më fisniken e luftrave, triumfin ndaj pasioneve. Një njeri i tillë, me drejtësi në gjak, mirëpret me gjithë zemër çfarëdo që i sjell fati, pa u merakosur shumë, apo i motivuar nga egoizmi se çfarë thon, bëjnë apo mendojnë të tjerët. Ai bën vetëm detyrën e tij, gjithnjë i vëmendshëm ndaj asaj që i ka caktuar universi, duke bërë më të mirën dhe duke besuar që gjithçka është për mirë, se fati që jepet çdo njeriu e shoqëron atë gjatë gjithë jetës dhe është vetëm për të mirën e tij. Ai mban parasysh gjithashtu afrinë e tij me gjithë qenjet racionale dhe që kujdesi për të tjerët është pjesë e natyrës njerëzore, por ai dëgjon vetëm ata që jetojnë në harmoni me natyrën. Sa për ata që nuk jetojnë kështu, ai vazhdon dhe vëzhgon çfarë njerëzish janë, në shtëpi dhe jashtë, natën dhe ditën, dhe me kë shoqërohen. Dhe ai nuk i jep asnjë rëndësi lavdeve prej njerëzve të tillë që nuk gjejnë dot arsye për të lavdëruar veten. Mos vepro i shtyr nga zori apo egoizmi, pa u menduar apo me gjysmë zemre. Mos i zbukuro mendimet me fjalë të bukura. Shmang fjalët e tepërta dhe veprimet e panevojshme. Le të përfaqësoj shpirti brenda teje një burr të pjekur, një shtetar, një romak, një sundues, i cili kryen detyrën si një ushtar që pret i qetë fundin, i gatshëm për t'u bindur, pa pasur nevojë për betime apo dëshmitar. Shfaqu buzagaz gjithashtu pa kërkuar ndihmën apo ngushëllimin që ofrojnë të tjerët. Qëndro drejt, mos prit të mbajnë drejt. Nëse jeta të ofron diçka më të mirë se drejtësia, ndershmëria, urtësia dhe kurajo, me fjalë të tjera, diçka më të mirë se paqja që vjen prej veprimeve në përputhje me arsyen apo me fatin kur ngjarjet janë jashtë kontrollit ton, pra nëse gjen diçka më të mirë se këto, përqafoje me gjithë zemër dhe shijoje në maksimum. Por, nëse nuk shfaqet asgjë më e mirë se shpirti brenda teje, ai që ja ka nënshtruar impulset e tua autoritetit të tij, që shoshit mendimet e tua dhe siç thoshte Sokrati, është çliruar prej joshjes së shqisave, ju bindet zotave dhe i shërben njerëzimit, nëse shes se nuk ka gjë më të rëndësishme apo më të vlefshme se kjo, atëherë mos i lër hapësirë çfarëdo gjëje tjetër që mund të të gabojë, të nxjerrë nga utha
edhe të të heqë mundësinë për t'ju përkushtuar krejtësisht arritjes së të mirës që është vërtet e jotja. Asgjë nuk duhet të qëndrojë më lart për ty se arritja e të mirës, si qenie racionale dhe si qytetar. As populariteti, as pushteti, as pasuria, as kënaqësi trupore apo të tjera si këto. Të gjitha këto mund të duken se pajtohen me natyrën njerëzore për një farë kohe, por befas na vën përfund dhe na shkatërrojnë. Prandaj, bëj zgjedhjen tënde ndershmërisht dhe asaj përmbaju. Zgjidh më të mirën. Por më e mira është ajo që më sjell dobi, thua ti. Të sjell dobi si krijesë racionale? Atëherë ndiqe. Por nëse të sjell dobi thjesht si kafsh, atëherë pranoje dhe pa arrogancë qëndroi besnik atij vendimi. Vetëm sigurohu më parë për gjykimin tënd. Mos vlerëso asgjë si avantazh nëse të bën që të shkelësh fjalën e dhënë, ose të humbasësh respektin për veten, ose të urresh, të dyshosh apo të mallkosh, të shtiresh apo të dëshirosh gjëra që do të kishte turp t'i bëje haptas. Njeriu që mbi të gjitha nderon me devocion inteligjencën dhe shpirtin drejtues brenda tij, nuk merr poza teatrale, nuk qahet, nuk ka nevojë as për vetmin, as për turmën. Ai e jeton jetën i çliruar nga dëshira dhe nga frika. Nuk shqetësohet sa kohë do të rri shpirtin në trupin e tij. Edhe nëse papritur do i vinte ora e fundit, ai do t'ikte qetësisht me të njëjtin dinjitet dhe thjeshtësi që karakterizon gjithë veprimet e tij. Pa harruar asnjë çast gjatë gjithë jetës që mendja e tij duhet të jetë vetëm ajo që i ka hije një qenie racionale dhe sociale. Në mendjen e një njeriu të disiplinuar dhe të pastruar nuk ka qelb, nuk ka plagë të pashëruara. Ai nuk do të ketë fatin që të ikë papritur nga jeta si një aktor që lë skenën para mbarimit të rolit dhe fundit të shfaqjes. Ai nuk është as servil, as arrogant, as varet nga të tjerët, as nuk shkëputet prej tyre, as justifikohet, as shmanget. Nderoje aftësinë për të formuar opinione, ajo që mbron nga perceptimet false që bien ndesh me natyrën tënde dhe atë të gjithë qenieve racionale. Ajo bën të mundur maturinë, dashurinë për të tjerët dhe bindjen ndaj zotave. Harro çdo gjë tjetër, ki parasysh vetëm këto pak të vërteta. Secili prej nesh jeton vetëm në të tashmen, në këtë çast fluturak. Pjesa tjetër e jetës është jetuar ose shtrihet në një të ardhme të panjohur. Intervali në të cilin jetojmë është i vogël si këndi i tokës ku e jetojmë, i vogël si edhe fama që zgjat më shumë, e cila përcillet gojë më gojë nga vdekatarët e mirë që nuk din gjë për veten e tyre, jo më për ata që kanë jetuar kohë më përpara. Atyre që përmenda më sipër, shtoj edhe këtë. Për çdo gjë që vëren, krijo imazhin e saj të përpikt në mendje, që të mund të shohësh çfarë është në të vërtetë, në thelbin e saj si një e tërë, dhe shqipto emrin e saj dhe emrin e përbërësve të saj në të cilët do të dekompozohet një ditë. Asgjë nuk është më e favorshme për rritjen shpirtërore se sa ky kapacitet për një analizë logjike dhe të saktë për gjithçka që hasim. Për t'i parë gjërat në një mënyrë të tillë që të mund të kuptojmë çfarë universi është ky edhe për çfarë shërben gjithçka në të, dhe çfarë vlere ka çdo gjë ndaj gjithësisë dhe njeriut në veçanti në rolin e tij si qytetari i atij qyteti më të epërm, në të cilin gjithë qytetet e tjera janë thjesht si shtëpi. Pyet veten, ç'është kjo gjë që më tërheq syrin? Nga se përbëhet? Sa do të zjas? Çfarë virtytesh kërkon nga unë? Qetësi, kuraj, ndershmëri, thjeshtësi, vetbesim dhe kështu me radhë. Kështu që për çdo rast duhet të thuash kur vjen nga Zoti ose kur vjen nga ndërthurja e fijeve të fatit, rastësia, shamsi, ose kur vjen nga dora e njeriut, një racës time, por që nuk e di çfarë kërkon natyra prej tij, por unë e di,
dhe e trajtoj atë njeri siç kërkon ligji i natyrës, me mirësi dhe drejtësi. Ndërsa gjërave pa rëndësi ju jap hakun që i takon. Nëse kryen detyrën tënde me arsye, zell, energji dhe durim, nëse nuk shpërqendrohesh dhe ruan të pastër shpirtin brenda teje, sikur të duhet që ta dorëzosh nga momenti në moment, nëse i përmbash këtyre pa pritur asgjë dhe pa pasur frikë asgjë, dhe ndjen kënaqësi që vepron në përputhje me natyrën e flet me një vërtetësi heroike, atëherë jeta jote do të jetë e lumtur. Askush nuk mund ta pengojë këtë. Siç mbajnë mjekët instrumentet e tyre gati për raste urgjence, edhe ti duhet të kesh gati filozofinë tënde, gati për të kuptuar toksoren dhe hynoren. Në gjithçka që bën dhe gjërat më të vogla, ki parasysh hallkën që i lidh. Asgjë toksore nuk do të ketë sukses nëse shpërfillet hynorja dhe anasjelltas. Boll u ende kuturu. Nuk e për të rilexuar shënimet e tua, as veprat e romakëve dhe grekëve të lashtë, apo ekstraktet nga librat që i ruaje për moshën e pleqërisë. Shko drejt fundit pa shpresat kota. Nëse të intereson vetja, bëu shpëtimtar i vetes, sa je ende në kohë. Ata nuk kuptojnë sa shumë duan të thonë fjalët vjedhje, mbjellje, blerje, pushim dhe të shikosh punën, se këto nuk shihen me sy, por me një tjetër lloj vizioni. Trup, shpirt, mendje. Trupi për ndjesit, shpirti për dëshirat, mendja për arsyen. Sa për të përjetuar ndjesit, aq gjë e bëjnë edhe baktit. Në nështrimin ndaj pushtetit të dëshirës është një veti që e kanë edhe bishat e egra, njerëzit e ndezur nga epshi, tiranët. Sa për një mendje që udhëheq, ato e kanë edhe njerëzit që mohojnë zotat, që tradhtojnë vendin e tyre, që bëjnë turpe pas dyerve të mbyllura. Nëse ndajmë gjithë këto me ato që përmenda, atëherë çfarë dallon njeriu e mirë? Pritja me dashuri e gjithçkaje që sjell fati dhe refuzimi për të ndotur apo turbulluar shpirtin brenda vetes me një lëmë shpesimesh false, por ruajtja e tij me besnikëri, duke u bindur qetësisë Zotit, duke mos thënë asgjë të pavërtet, duke mos bërë asgjë të padrejtë. Dhe nëse të tjerët nuk pranojnë të besojnë se ai mund të bëjë një jetë të thjeshtë dhe të gëzuar, ai nuk ju mban më ri dhe nuk devijon nga rruga që çon drejt fundit të jetës, të cilin kërkon të arrijë si një njeri i pastër, i qetë, i gatshëm për të ikur në një paqe të natyrshme me fatin e tij.